di që ti do më thuar Sonila, këto janë thjesht batuta, gjatë më të rëndësishme, por Bledi, pyetjen e kam këtu përpara se të kaloj tek Erisa. Çfarë e shtyn Edi Ramën, duke ditur që është, unë e thash sot është një mbrëmje vigjilje përpara një të premte goxha jashtëzakonisht të vështirë, me këtë situatë të vetën ndërkombëtare ku raportet dhe Dashi dhe World Justice tashmë janë të hapur, çfarë mendon që po ndodh me kryeministrin? Po shikon, ne do të themi herë parë punës që ky aktivitet që zhvillohet në Francë, ku është zoti Rama, është një aktivitet që përgjithsisht sponsorizohet jo pak nga Fondacioni Soros. Pra zoti Rama e shikon fare mirë që nga Amerika nuk vjen asgjë tjetër përveç se si lure, të cilet sinon janë kundër asaj që me cilën ai ka vepruar deri më sot, është kundër asaj me cilën ai ka promovuar gjatë deri më sot, siç është po themi, besoj ta prek pak më herët, edhe vendimi përfundimtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës që s'mund të ketë ndarje kufish, dhe ne të gjithë e dimë që projekti për ndarjen e kufive u ideua nga Fondacioni Soros dhe u çua parë nga dy zojës të tij, njëri në Beograd dhe tjetri në Tiranë. Kështu që zoti Rama në këtë pikë, dhe besoj zhvillimet që unë do diskutojmë pak më vonë e konfirmojnë këtë, unë kam thënë shpesh që qartët i tregojnë që është një moment shumë të vështirë, jo vetëm të brendshëm, por sidomos të jashtëm, sepse ai është dhe rreziku më i madh ose damage control, kontrolli i dëmeve është gjithnjë më i pamundur. Në këtë pikë unë shoh që thjesht zoti Rama ka vendosur të arreshtohet të marrë përfundimisht pozicionin e protezhes së tij, të Sorosit, me shpresën që kjo gjë ose do ta marrë, do ta bëjë martir, ose do ta shpëtojë në një lloj skakier, në një lloj analize ose në një lloj pazari ndërkombëtar që ne nuk mund ta dimë. Pra është njëri që unë shoh që luan o të gjitha asgjë, sepse e sulmon Trumpin, tallet me Trumpin atje ku ishte në Azerbajxhan ku ishte, dhe thot bëra shaka. Pastaj ripërsërit prap. Pra jemi duke folur në thelb me atë që quajnë populli me një shejtan budalla, i cili, si më thën, po tenton gjitha ose asgjë. Ndoshta mund të dali për hajër, po mendoj që koha gjë e mirë për të bësh shaka dhe të luash me zjarrin nuk është. Nuk është e mirë as për atë vet, po ai që mua më shqetëson, se fati i tij politik pak më intereson, është dëmi që i bën vendit ose efektet që mund të ketë vendi, sepse në fund fare duam s'duam ne, ai vazhdon mbetet kryeministri i Shqipërisë. Patjetër, dhe meqense soll dhe këtu mund t'imoni pak edhe me Treshin, sepse ka diçka shumë interesante e cila